ku janë keq përdor një shumë marramencje diku mbi 1.2 milion euro. Shkurtë shqip asnjë s'është e vërtetë. Qeveria e Kosovës po ndan mjete për të përkrahur luginën e Preshevës. Mirë po ndarja e fondeve në Preshev, Medvegje, Bujanoc është shoqëruar me akuza e probleme të transparencës, pasi raportet për zbatimin e projekteve nuk janë publike, ndërsa qeveria ka pranuar të ofrojë përgjigje për mjetet vetëm kur emisioni ynë ka bërë ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Në anën tjetër, qeveria e Serbisë është plotësisht jo transparente në ndarjen e fondeve, të cilat hyjnë edhe investohen në Kosovë. Një pjesë e këtyre mjeteve janë denoncuar me probleme korrupsioni, mirë po ende në Serbi nuk ka hetime të qarta për pretendimet për korrupsion. Për disa muaj me radhë kemi tentuar që të zbardhim ku përfundojnë fondet e dy qeverive, edhe pse edhe në Serbi po edhe në Kosovë ka akuza serioze që fondet që qeverit i ndajnë nuk menaxhohen si duhet. Qeveria e kryesuar nga Albin Kurti disa herë ndau fonde për 3 komunat, Preshev, Medvegj dhe Bujanoc. Në Kosovë u krijua përshtypja se u ndan disa miliona për shkak se njoftimet e qeverisë u bën publike si të tilla. Mirë po në realitet, akuzat janë se një pjesë e madhe e mjeteve nuk kanë arritur të shpenzohen, ndërsa një pjesë tjetër është shoqëruar me afera dhe dyshime për keqpërdorime. Me datën 21 nëntor 2024, Kallëzo për një me ka kërkuar nga qeveria e Kosovës raportet e implementimit të projekteve që janë financuar nga qeveria e Kosovës në komunat Preshev, Medvegj dhe Bujanoc. Qeveria nuk ka pranuar të ndajë raportet financiare dhe raportet e përmbushjes së këtyre projekteve, ndërsa me datën 16 janar 2025, Agjencia për Informim e obligon qeverinë të ofrojë të dhëna për këto projekte. Përgjigjja e qeverisë së Kosovës është e shkurtër. Nuk kemi raporte nga komunat përkatëse, pasi ato nuk kanë zbatuar projektet, programet me qeverinë e Republikës së Kosovës. Duhet të udhtojmë në Preshev e Bujanoc për të kuptuar se ku kanë shkuar mjetet që qeveria e Kosovës i ndau për qytetarët atje. Mjetet që ndan qeveria e Kosovës për luginën e Preshevës, sipas një memorandumi bashkëpunimi, bartën tek Këshilli Kombëtar Shqiptar, institucion ky i cili përfaqëson interesat e komunitetit shqiptar përballë institucioneve shtetërore të Serbisë. Por të dhënat nga institucionet atje tregojnë që buxheti i ndar për vitin 2024 nuk është shpenzuar për shkak të problemeve ligjore, ndërsa buxhetet paraprake për 2023 dhe 2022 u shoqëruan me probleme. Visar Mehmeti, pjesë e opozitës në Preshev, pretendon se një pjesë e mjeteve u ndan për simpatizant politik. Shkelja më e madhe ka ndodhur vitin 2022, ku janë keq përdor një shumë marramencje diku mbi 1.2 milion euro. Qeveria Kurti për vitin 2023 ka nda prap 2 milion euro. Mirë po kjo shumë nuk është shfrytzuar fare nga Këshilli Nacional Shqiptar, me arsyeën pse unë personalisht si kryetar partije publikisht ju kam adresuar duke lyp sqarim nga ish kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar se përse këto mjete duke ditë se veç janë nda nga qeveria Kurti, pse këto mjete nuk janë shfrytzuar as pak nga Këshilli Nacional Shqiptar. Ndërsa për vitin 2024 që e lam mbrapa, qeveria Kurti ka nda 3 milion euro. Nga këto 3 milion euro, vetëm 1 milion janë shfrytzuar vitin e kalu, ku janë nda për studentët, ndërsa 2 milion euro të tjera nuk janë shfrytzuar prap për popullatën e luginës Preshevës. Kur ta marrim në përgjithësi, 2 vitet e kaluara, Këshilli Nacional Shqiptar ka humbur 4 milion euro të dedikuara nga qeveria e Kosovës për shqiptarët e luginës. Shkurtë shqip asnjë s'është e vërtetë. Janë të përcaktuara të gjitha procedurat të cilët janë mirëmbajt, që nuk kupton. Vendimi ka kaluar në Këshillin Kombëtar, ka kaluar në Këshillin Ekzekutiv. Është formuar komisioni përkatës për menaxhimin përkatësisht hapjen e thirrjeve dhe përfundimin e thirrjeve. Ka ndalë listat në mënyrë publike dhe krahas listave në mënyrë publike dhe raportit që kanë bërë komisioni, ka ardhur te kryetari për të nënshkruar kontratat e 75 teksteve, 75 projekteve, të cilët ishin mbuluar
nga thirrja publike që është bërë për arsim, kulturë, informim, përdorim zyrtar të gjuhës së shkrimit shqip, ka kuadër të secilës janë mbulu fushat me të cilat funksionon Këshilli